Faleminderit shumë që çdo herë jeni besnik dhe në ora 16 jeni me emisionin Familja Jon. Të dielën në emisionin Familja Jon, në pjesën e parë flasim me doktor Agron Bytyqin, kirurg maksilofacial për anomalitë dentoskeletore të nofullave. Çfarë janë? Si ndikojnë në shëndetin oral dhe cilat janë metodat moderne të trajtimit? Shumë matje banë të otarësit, që banë zakonisht banë ortodonti, banë 3D, 2D, banë modelet e pacientit, banë sot skanimi ekstraoral, interoral, sot teknologjinë e kemi të fundit. Në blokun e dytë ndalimit e projektit Tranzicioni i gjelbër dhe i drejt për Kosovën, ku 70 familje në nevojë kanë përfituar masa për eficiencë të energjisë, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e jetesës. Synim kryesor ka me ndihmu Kosovës në tranzicionin e drejtë dhe të gjelbër. Flasim për kritere, do të thotë ne jemi fokusuar që nënat vetushqyse dhe familjet me persona me aftësi të kufizuar të përfitojnë. Në pjesën e tretë, bashkë me mjeshtrin e pianos Agron Shujaku, flasim për librin e tij të ri, 21 këngë të dashura për pianon, një udhtim përmes muzikës dhe emocioneve. Isha pse mos me bo një libër për një nivel mesatar, jo shumë të shtira, jo shumë të lehta, më thonë që secili që ka kryer ashta 4 vjet shkollës muzikës me mujt mi performu këto këngë. Ndërsa në fund të emisionit me nutricionistën dhe dietologen Albulena Shabani Ilazi, zbulojmë vlerat ushqyese dhe përfitimet shëndetësore të shegës. Shega është një ndër frutat që ka vlera të jashtëzakonshme ushqyese, ka veti antioksidante shumë të fortë, i rigjenerojnë qelizat tona, që është qëllimi kryesor edhe i secilit prej neve në momentin që ushqehemi mirë për me ngrit imunitetin. Takohemi të dielën, ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.